Në Galerinë Qahili në Prishtinë është hapur një ekspozitë që flet me më shumë se ngjyra e kompozim, ajo flet me histori njerëzore. Testament, titulli simbolik i ekspozitës, sjell në fokus portretet dhe rrëfimet e 20 profesionistëve nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. E ndërtuar mbi idenë e sfidimit të paragjykimeve dhe fuqizimit të zërave të shpesh mangët në diskursin publik, kjo ekspozitë shënon një moment të rëndësishëm reflektimi për shoqërinë kosovare. Për këtë ekspozitë kemi biseduar me Kiki Rahmanin, zyrtarën për media dhe marrëdhënie me publikun për Voice of Roma Ashkalian Egyptians. Atëherë, duke i gërshëtuar të kaluar me të tashmen, ekspozita Testament sjell në dritë rrëfime dhe portretet e 20 profesionistëve nga radhët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, duke ditur që në media deri në vitet e fundit nuk është se kemi pa ndonjë imazh të mirë apo ndonjë prezantim të denjë të këtyre komuniteteve. Në media ne kemi dashur që të sfidojmë gjitha stereotipet me të cilat janë përballur këto komunitete në media. Kemi parë që është folur shumë për paragjykimet, për varfrin, për babarazin, për një edukim jo të mirëfillt, për martesa të hershme, për braktisje tjera. Përmes këtyre 20 personazheve të cilat janë të kualifikuar me fakultet, në mënyrë akademike, e po ashtu edhe me profesione të ndryshme, të specializuar, kemi vendosur që t'i thejmë sfidat, barierat dhe paragjykimet përmes portreteve të tyre e po ashtu edhe rrëfimeve të tyre të veçanta. Emri Testament nuk është i rastësishëm, ai rrjedh nga vargjet e poetit të njohur Kujtim Paçaku, i cili gjatë jetës së tij që një zë i fortë për të drejtat e komunitetit rom. Këto vargje shndërrohen në frymëzim artistik për të dokumentuar dhe për të nderuar një trashëgimi të ndërtuar mbi rezistencën, guximin dhe përkushtimin ndaj arsimit, drejtësisë, artit dhe shoqërisë. Përmes kësaj ekspozite, thash, ne kemi dashur që t'i frymëzojmë mbi gjitha të rinj, breza të rinj, që ta duan, ta pranojnë diversitetin, të bukurën e diversitetit, që komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian jo t'i integrojnë, po thjesht t'i bëjnë të mundur, që ata t'jenë në pjesë gjithë përfshirëse e shoqërisë kosovare, sepse këta nuk ka nevojë të integrohen, janë lindë dhe janë rritë në Kosovë, nuk kanë ardhur as nga Amerika, as nga Afganistani, as që të integrohen në kulturën dhe në shoqërinë kosovare. Ne së bashku me kuratoren Elizën, kemi vendosur që ekspozitën ta rishfaqim edhe në 3 apo 4 qytete të Kosovës, po besoj që do të njoftoheni me kohë, në kohë reale, se në cilat qytete do të jetë ekspozita dhe kur do të hapet, do të mundohemi ta gjejmë momentumin më të mirë për secilin qytet që kjo ekspozitë të jetë prezente dhe të ketë sa më shumë vizitor, ta vizitojnë, të mësojmë shumë më shumë për komunitetet, për identitetet realisht e veçanta të 3 komuniteteve, pasi shpeshherë kemi parë që edhe në shoqëri po dhe në media përdoret termi ra, që në fakt është term ofendues për komunitetet. Duhet se këtë emër i tyre rom, ashkali dhe egjiptian, pasi kemi të bëjmë me 3 komunitete, cilët kanë 3 identitete krejtësisht të veçanta nga njëri tjetri. Të përbashkëta i kanë vetëm sfidat. Deri më tani kemi pas jashtëzakonisht komente të mira, mesazhe të mira, po e lexojmë shpeshherë edhe librin e përshtypjeve ku personazhe të ndryshme të cilët kanë qenë dhe kanë vizituar galerinë dhe ekspozitën realisht në galeri, kanë krijuar përshtypje të mira. E rëndësishme është që të krijojmë përshtypje të mira te komuniteti shumicë, sa i përket asaj ndjesisë edhe përshtypjeve që neve na japin këto personazhe. E mbi gjitha, ajo që më ka bërë një prej komenteve që më ka bërë përshtypje është në jetë ngjyra e lëkurës nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është ngjyra e syve. Prandaj edhe ne shpeshherë themi dhe e kam di pastaj edhe prej të tjerëve, mos më shikon ngjyrën e lëkurës pasi e syve ka rëndësi. Të realizuar nga fotografi Arben Lapashtica dhe kuruar nga Eliza Hoxha, 20 portrete të profesionistëve nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian shpalosin një mozaik të fuqishëm të suksesit dhe identitetit. Në këtë ekspozitë shpalosin profile të ndryshme, që nga polici dhe juristi, te ministri, edukatorja dhe pedagog, e deri te muzikant, pianist, piktore, gazetar. Mes tyre janë edhe artizan të zanateve të trashëguara, si punues të litarit të tupanit, poçar dhe farkëtar, por edhe sportist si boksier, ushtar, mjek dhe aktivist.
Ky mozaik profesionistësh nuk është thjesht një zgjedhje artistike, është një qëndrim i fuqishëm politik dhe shoqëror, sepse çdo imazh, çdo buzëqeshje, çdo ambient pune është një akt kundërshtimi ndaj narrativave të vjetra që këto komunitete i kanë përjetuar si të përjashtuara nga rrëfimet kombëtare. Ekspozita rikthen këto figura në qendër, jo si raste të veçanta, por si pjesë natyrale e shoqërisë sonë të përbashkët. Senadi Bishi, pjesë organizatës Voice of Roma Ashkalian Egyptians, ka theksuar rëndësinë e 8 prillit, ditës ndërkombëtare të Romëve. Kjo ditë e shpallur në vitin 1990 në Poloni, ka për qëllim festimin e kulturës rome dhe rritjen e ndërgjegjësimit për sfidat që ky komunitet përballet. Definitivisht që 8 prilli është një prej ditëve më të rëndësishme për gjithë komunitetet në botë që i përkasin komunitetit rom. 8 prilli në vete do duhet të shërbejë për secilin prej shtetet se ku jetojnë një ditë ngritjes së vetdijes dhe ndërgjegjësimit në aspektin e respektimit të drejtave të këtyre komuniteteve në shtetet se përkatëse se ku jetojnë. Çka blendi përmendet si pjesë e 8 prillit se kur është vendosur që 8 prillit të vendoset të përdoret në karakter ndërkombëtar, është definitivisht vitet e 90-ta. Në vitin 1990 në Varshavë është vendosur kjo datë si krim të eventeve ndërkombëtare që njihet tek populli si dita ndërkombëtare e komunitetit rom. Ky kongres, i cili është kongresi i parë, është mbajtur, ka pru në vendim që kjo datë të mbahet në mend si event i ndarë 8 prillin, pra flasim, për gjitha komunitetet në të gjithë botën nëse ku jetojnë Romët. Pastaj ky kongres është shumë i lidhur edhe me një datë tjetër që është përsëri e rëndësishme, është datat në mes 7 deri në 12 prill të vitit 1971, i cili është mbajtur në shtetin e Londrës. Domethënë bëhet fjalë në Chesterfield në afërsitë të Londrës, ku në këtë kongres janë mbajtur, ose më mirë them, janë vendosur disa prej kornizave ose vendimeve më të mëdha sa i përket komunitetit rom. E që prej më të rëndësishme është që në mes të këtyre datave të vitit 1971 është marrë në vendim që fjalët pejorative ose funduese të cilat bëhen në secilin shtet si ku jetojnë romët, siç janë gjipsi, cigan, kallo, e në kontekstin tonë kosovar, maxhub, gabel, e secila fjalë tjetër, të mos përdoret më, të mirët në konsiderat termi rom, ose në them ndryshe në kontekst ndërkombëtar të përdoret fjala rom sa i përket komuniteteve ose qytetarëve që vijnë nga komuniteti rom. Një vendim tjetër që ka ardhur pikërisht prej kësaj dite, prej këtij kongresi, është edhe miratimi i himnit Xhellem Xhellem, i cili njihet për komunitetin rom, e që në tematikë ndryshe ky himn trajton edhe aspektin e përsekutimeve që është bërë në kampet e përqendrimit nga nazistët për gjatë luftës së dytë botërore. Një vendim tjetër që ka ardhur si pjesë e pikërisht këtij kongresi, kësaj dite të madhe që po flasim për komunitetin rom, është edhe aspekti i flamurit, ose sistemës të cilën njihet për komunitetin rom. Që shëdim se para vitit 1971, komuniteti rom ose flamuri komunitetit rom të ndryshe ka qenë i përmbajtur vetëm për ngjyrës së kaltë dhe ngjyrës së kuqe, ngjyrës së kaltë dhe ngjyrës së gjelbërt, e më pas në këtë kongres, pikërisht në mes të këtyre ditëve të vitit 1971, është marrë në konsiderat që të vendoset edhe një rrotë e kuqe, e cila ndryshe ka kontekst, është çakla e ashokut, ndryshe njihet ose simbolika e gjithë kësaj vendosur në flamurin e komunitetit rom vije si pasojë vendlindjes së komunitetit rom, që është India. Në një farë forme tregohet për aspektin e lëvizjes, për aspektin e progresit që ka ndodhur prej vitit në vit, e shumë karakteristika tjera. Domosdoshmërisht që do duhet të flasim edhe për kontekstin tonë kosovar. Komuniteti rom është një komunitet i cili është një kategori kushtetuese e njohur në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës, dhe si kremtim përgati për secilin vit në Republikën e Kosovës për ndër të 8 prillit organizohen vizita të ndryshme institucionale edhe lëvizjes gjithë popullore që vijnë nga komuniteti rom. Për fat të keq për këtë vit arsyet nuk i di, po mund të jenë prej të ndryshmeve. Institucionet tona nuk kanë një interiorar, nuk kanë një agjendë në lidhje me kremtimin e kësaj dite, por sido që është konsiderojmë që problemet të këtyre komuniteteve duhen të jenë të zgjidhura prej pikërisht institucioneve tona përkatëse, duke thyer përjashtimin që vije të këto komunitete, duke thyer diskriminimin e formave diskriminuese që vijnë nga këtyre komunitete, pasi që këto komunitete historikisht kanë jetuar në Kosovë, këto komunitete kanë kontribuar për të mirat e përgjithshme që ne i gëzojmë si shoqëri, andaj edhe për gjithë qytetarët do duhet të jenë një aset kulturor
i shtuar për të gjithë neve që duhet mësojmë më shumë për këto komunitete dhe të respektojmë të drejtat e tyre në secilën fushë që mund të kemi. Kjo ekspozitë është më shumë se art, është një deklarat, është dëshmi se ëndrat nuk kanë ngjyrë dhe se sukseset lindin edhe në mes të sfidave më të mëdha. Në një kohë kur paragjykimet ende shfaqen në forma të ndryshme, testament vjen si një ftesë për të parë më qartë, për të dëgjuar më thellë dhe për të kuptuar më shumë.